Të dashur miq, ju përshëndes me respekt. Sot do t'ju tregoj një histori që duket sikur është shkputur nga një film dramatik, por në fakt është një ngjarje që mund të ndodhë në çdo dasmë, në çdo vend, në çdo moment kur fati i vendos të luajë lojën e tij të papritur. Në një mbrëmje plot dritë, muzikë e gëzim, ku një çift i ri sapo kishte lidhur jetët e tyre me kuror, në sallën madhështore ku njerëzit festonin me këngë valle, ndodhi diçka e pazakontë. Një derë u hap ngadalë dhe aty, në mes të shkëlqimit, hyri një burr i vjetër, i lodhur nga jeta, me rroba të grisura dhe sy të mbushur me mall. Ai nuk ishte i ftuar, nuk mbante dhuratë në duar, por me hapin e tij të rënd solli heshtje në sallë. Ishte një lypës plak, i cili kishte ardhur aty jo për bukë, as për para, por për të thënë disa fjalë që do t'u ngrinin zemrën vend. Çfarë kishte për të thënë ky njeri, që gjithë dasmorët u ngrinë në vend dhe muzika pushoi? Fjalët e tij nuk ishin thjesht urime, por një e vërtetë që do të trondiste nusen, dhëndrin dhe të gjithë të pranishmit. Dhoma ishte mbushur me dritë ngjyra nga llambat dhe qirinjt, ndërsa muzika e lehtë e orkestrës përhapej ngadalë në çdo cep të sallës. Të ftuarit qeshnin, shikonin njëri tjetrin dhe përgëzonin çiftin e ri. Atmosfera ishte mbushur me lumturi, por pak kush mund të imagjinonte se një moment i thjesht do të thyente rutinën e gëzimit. Papritmas, dera e madhe e sallës u hap ngadalë dhe të gjithë shikuan drejt saj. Një burr i vjetër, me flokë të thinjur dhe fytyrë të rrudur, u shfaq në prag. Rrobat e tij ishin të grisura, këpucët e vjetra e bën që çdo hap të tingëllonte mbi dyshemen e drunj. Ishte një figurë që dukshëm kishte kaluar shumë vështirësi në jetë. Një heshtje e papritur mbërtheu sallën. Askush nuk foli, askush nuk lëvizi. Vetëm muzika e orkestrës ndaloi papritmas. Sy të shumëfisht u drejtuan tek ai, ndërsa ai hapi gojen me një zë të qetë, por të fuqishëm. Faleminderit që më lejua të jem këtu, tha ai, duke bërë një hap drejt mesit të sallës. Kam ardhur për t'ju thënë diçka që nuk ka çmim, por është më e vlefshme se çdo pasuri që mund të keni sot. Të ftuarit filluan të mërmërisin, duke ndjerë një kuriozitet të papërmbajtur. Nusja dhe dhëndri u shtrënguan pak, duke ndjerë një tronditje të lehtë në zemër. Nuk e dinin kush ishte ky burr, por instikti i thoshte se fjala e tij do të kishte peshë. Ai e kapi dorën e tij të vjetër dhe vazhdoi me një ton që i bënte fjalët të dridheshin. Unë nuk kam pasuri, ashtëllim, as famë, por kam diçka që pak njerëz e kuptojnë. Bukurinë e sinqeritetit dhe fuqinë e fjalës së drejtë. Një pështjellim i lehtë u shfaq mes të ftuarve. Shumë prej tyre nuk e prisnin një hyrje të tillë, por secili e ndjente rëndësinë e momentit. Tani, të gjithë prisnin fjalën që do të bënte dallimin mes një mbrëmjeje të zakonshme dhe një ngjarjeje që do të mbetej në kujtimet e tyre. Në atë moment, lypsi i plakut u ndal përballë çiftit dhe me një buzëqeshje të vogël, tha diçka që do t'i linte të gjithë pa fjalë. Të gjithë në sallë mbajtën frymën. Lypsi i plaku ngrit pak më drejt. Sytë i kishte të mbushur me një dritë të veçantë, që tregonte se çdo fjalë që do të dilte nga goja e tij kishte një rëndësi të madhe. Ai shikoi drejt nuses dhe dhëndrit, dhe me një zë të butë, por të sigurt tha: "Ju të dy keni zgjedhur të filloni një jetë të re së bashku. Kjo është një ditë që do të mbetet e paharrueshme. Por ju lutem, mos harroni kurrë se jeta nuk është vetëm festa, muzika, as dritat e bukura që keni sot. Jeta kërkon respekt, ndeshmëri dhe më shumë se gjithçka tjetër, zemër të pastër." Një heshtje e thellë mbërtheu sallën. Të gjithë prisnin që ai të mbaronte, por lypsi vazhdoi me një intensitet që të gjithë ndjen në çdo fjalë. "Unë nuk kam pasur fatin të kem familje, të kem dikë që më do për atë që jam. Kam kaluar shumë vetë, kam ngrënë pak dhe kam qarë shpesh, por ka një gjë që më ka mbajtur gjallë, besimi tek njerëzit që din të duan me zemër, jo me lek, jo me interes, por me shpirt." Ai bëri një pauzë dhe pastaj, duke u afruar pak më shumë tek çifti i ri, shtoi: "Dhe kjo është ajo që dua t'ju them sot. Kujdesuni për njëri tjetrin. Vlerësoni çdo moment, çdo fjalë, çdo prekje, sepse pasuria e vërtetë nuk matet me lek apo gjëra materiale. Ajo matet me dashurinë që dini të ndani, me respektin që keni për njëri tjetrin dhe me ndihmën që ofroni kur dikush ka nevojë." Fjala e tij ishte e thjeshtë, por secila fjalë rrëmbente zemrat e të pranishmëve. Shumë sy u lagën nga lotët, dhe disa nga të ftuarit nuk mundën të përmbanin emocionin. Nusja dhe dhëndri u ndjen sikur një peshë rënde e padrejtësive dhe harresës së jetës ishte larguar nga zemrat e tyre. Ai e mbylli fjalimin me një buzëqeshje të butë: "Mos harroni kurrë. Jeta është e shkurtër, por bukuria e saj matet me dashurinë që dhuroni dhe me mirësinë që tregoni." Pas këtyre fjalëve, burri i plakur u kthye pak mbrapa
duke lënë pas një heshe të thellë dhe një ndjenjë të pazakontë që mbushi sallën. Të gjithë ndjenë se kishin dëgjuar jo vetëm një fjalë të mençur, por një mësim jete që nuk do ta harronin kurrë. Në këtë moment, nusja i afrohet dhe me një zë të tronditur nga emocionet pyeti: "Zotëri, si e dini gjithë këtë?" Ai buzëqeshi dhe me një fshehtësi të lehtë tha: "Sepse e kam jetuar vetë, dhe çdo gjë që kam përjetuar dua t'ua lejuve, që të mos duhet ta mësoni me dhimbje." Pas fjalëve të lypsit plak, sallën e mbushi një heshtje e thellë. Disa mysafir shikonin njëri tjetrin me sy të hapur gjerësisht, disa të tjerë fshinin lotët me pëllëmbët e dorës, ndërsa të rinjt u ndjenë sikur sapo kishin dëgjuar një mesazh që nuk mund ta merrnin nga asnjë libër apo mësues. Nusja dhe dhëndri qëndronin të mbërthyer nga emocionet. Nusja, me sytë që i dridheshin, tha me një zë të butë: "Zotëri, nuk e prisja kurrë që një njeri që nuk e njohim të na tregojë diçka kaq të rëndësishme për jetën tonë." Plaku buzëqeshi dhe i afroi dorën e tij të vjetër dhëndrit. "Mund të mos më njohni, por jetët tona janë të lidhura më shumë se sa mendoni. Çdo njeri që kalon në rrugën tuaj ka diçka për t'ju mësuar. Unë jam vetëm një mesazh i thjeshtë i asaj që jeta më ka dhënë." Një nga të ftuarit, një grua e moshuar me sy të lagur, tha me një zë të dridhur: "Ai ka të drejtë. Në këtë botë ku njerëzit harrojnë mirësinë dhe dashurinë, është e rrallë të dëgjosh dikë që thot fjalët e duhura." Ndërsa të gjithë ishin të prekur nga fjalët e tij, plaku bëri një gjest të çuditshëm. Ai ngriti dorën dhe tregoi drejt tryezës së çiftit. "Dua t'ju lë diçka," tha ai. "Nuk janë para, nuk janë dhurata të shtrenjta, por është një gjë që do t'ju kujtoj gjithmonë këtë mesazh. Një copë letër me fjalët e mia. Kur jeta të bëhet e vështirë, lexojeni dhe kujtojeni që gjithmonë dashuria dhe mirësia janë më të fuqishme se çdo pasuri materiale." Ai i dorëzoi çiftit një letër të vogël të palosur. Nusja e hapi me dorë të dridhur dhe lexoi fjalët që ishin shkruar me një stil të thjeshtë, por me një thellësi të rrallë. "Dashuria është dhuratë, mos e humbni. Ndershmëria dhe mirësia janë thesaret më të mëdha. Kujdesuni për njëri tjetrin, dhe çdo ditë do të jetë një mrekulli." Çifti u shikuan, të emocionuar deri në lot, duke ndjerë se kjo ditë nuk do të ishte vetëm një ditë dasme, por një mësim jete që do ta mbajnë gjithmonë në zemër. Një tingull duartrokitjesh shpërtheu papritur, dhe atmosfera u kthye në festë, por tani me një ndjesi më të thellë dhe më njerëzore. Të ftuarit filluan të qeshin, të përqafoheshin dhe të ndanin një emocion që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Në këtë moment, plaku u ngrit për të dalë nga dera, por para se të largohej, tha me një buzëqeshje të butë: "Mos harroni kurrë, fëmijët dhe njerëzit që ju duan janë më të rëndësishëm se gjithçka tjetër. Çdo gjë tjetër është e përkohshme." Ai u largua ngadalë, duke lënë pas një shenjë të pashlyeshme në zemrat e të gjithëve. Pas largimit të plakut, atmosfera në sallë ndryshoi dukshëm. Nuk ishte më një festë e zakonshme, por një moment i mbushur me reflektim dhe ndjeshmëri. Të gjithë të ftuarit filluan të flasin mes tyre për fjalët që sapo dëgjuan, disa duke ndarë përvojat e tyre personale, disa duke kujtuar të afërmit që nuk janë më pranë tyre. Dhëndri i ri e mori dorën e nusës dhe tha me një zë të butë, të ndjerë: "Shiko, kjo ditë nuk është vetëm për ne." Ai plak na dha një mësim që duhet ta mbajmë gjithë jetën. Nusja buzëqeshi dhe u shtrëngua fort pas tij. Në sy të saj kishte një vendosmëri të re: të mos harrojnë kurrë rëndësinë e ndershmërisë, mirësisë dhe dashurisë. Një nga të ftuarit, një mik i vjetër i dhëndrit, ju afrua dhe i tha: "Më pëlqen se sa thjesht dhe bukur e shpjegoi ai plak. Na kujtoi gjërat që shpesh i harrojmë në zhurmën e jetës." Edhe të rinjt, që zakonisht ishin të përqendruar vetëm në argëtim, filluan të kuptonin thellësinë e fjalëve të tij. Një ndjesi e re për dashurinë dhe përgjegjësinë u përhap mes tyre. Shumë filluan të ndihen më të afërt me njëri tjetrin, duke kuptuar se festa nuk ishte vetëm për këngë dhe valle, por edhe për të ndarë një mesazh që do të mbetej në zemër. Në mes të sallës, nusja hapi letrën që plaku ja kishte dhënë. Secila fjali, duke i sikur i kishte folur drejt për drejt shpirtit të saj. Ajo e mbajti pranë zemrës dhe i tha dhëndrit: "Kjo do të na kujtojë gjithmonë pse jemi këtu dhe çfarë është më e rëndësishme në jetë." Dhëndri e shikoi me respekt dhe prekje të butë, duke ndjerë se një kapitull i ri në jetën e tyre, sapo kishte filluar, një kapitull i ndërtuar mbi dashuri të sinqertë, mirësi dhe kujdes për njëri tjetri. Ndërkohë, mysafirët filluan të afrohen më shumë tek njëri tjetri. Dikush preku krahun e një të moshuari që nuk njihte, dikush tjetër buzëqeshi dhe përqafoi një mik të vjetër. Gjithçka u kthye në një atmosferë ku çdo gjest kishte rëndësi, ku çdo buzëqeshje kishte një kuptim të veçantë.
Edhe muzika rifilloi, por tani me një ton më të butë, më human, duke përputhur ritmin e saj me emocionet e thella të pranishmëve. Dasma, që filloi si një festë e zakonshme, u shndërrua në një moment të paharrueshëm për secilin pjesëmarrës. Ditën e dasmës, pas largimit të plakut lypës, çdo gjë në sallë mori një ngjyrë tjetër. Muzika vazhdonte, por tani ishte e përzier me një qetësi dhe një ndjesi të veçantë, që bënte secilin të ndjejë pjesë e diçkaje më të madhe se një festë e thjeshtë. Të ftuarit buzëqeshnin më sinqerisht, përqafoheshin më ngrohtësisht dhe çdo bisedë kishte një ton më të vëmendshëm. Nusja dhe dhëndri u ngritën për të kërcyer vallën e parë. Por ky moment nuk ishte vetëm një traditë, ishte simboli i një fillimi të ri, i një jete ku respekti dhe dashuria ishin përparësitë kryesore. Ata ndanë çdo hap me një kujdes dhe një mirënjohje të thellë për njëri tjetrin, duke bërë çdo lëvizje të duket si një premtim i heshtur për të mos harruar kurrë fjalët e plakut. Në tryez, letra e lypsit u mbajt e hapur, dhe çdo mysafir që afrohej lexonte fjalët e tij, duke reflektuar mbi mesazhin e thjeshtë, por të fuqishëm. Dashuria dhe mirësia janë thesaret më të mëdha. Fjalët e tij kishin thënë më shumë se sa çdo dhuratë materiale që mund të kishin marrë. Kur nata përfundoi dhe të ftuarit filluan të largohen, çdo njeri u ndjej ndryshuar nga ky takim i papritur. Ata largoheshin me një ndjenjë se kishin qenë pjesë e një ngjarjeje që do të mbetej gjatë në zemër. Nusja dhe dhëndri qëndruan një moment pranë derës, duke parë dritat e qytetit që ndriçonin natën. Nusja e mbajti letrën pranë zemrës dhe tha me një buzëqeshje të butë: "Kjo ditë nuk ishte vetëm dita jone e dasmës, ishte mësimi më i bukur që mund të merrnim." Dhëndri e përqafoi fort dhe i tha: "Do ta mbajmë gjithmonë me ne. Çdo hap i jetës son do të jetë indikuar nga ajo që mësuam sot." Dasma u mbyll me një ndjesi të paharrueshme, një kombinim i gëzimit, lumturisë dhe thellësisë së ndjesive njerëzore. Dhe në zemrën e çdo të ftuari mbeti një mesazh i qartë: pasuria e vërtet është dashuria, mirësia dhe respekti që japim tek të tjerët. Kështu, hyrja e papritur e një lypsi plak jo vetëm që ndryshoi atmosferën e një dasme, por transformoi mënyrën se si të gjithë menduan për jetën dhe lidhjet mes njerëzve. Një fund i thjeshtë, por i fuqishëm, që mbeti i pashlyeshëm në kujtimet e tyre.